Besimtarët katolik kanë nisur muajin maj kushtuar zojës së Këshillit të Mirë pajtorës së Shqipërisë. Mesha e shenjtë në Bazilikën e Nënës së Këshillit të Mirë udhëhoq nga Imzot Arjan Dodaj, arqipeshkovi i Tiranë-Durrës. Mes pelegrinëve të shumë që morën pjesë në meshë ishin edhe kori polifonik nga Lecce Italisë, të cilët shoqëruan liturgjinë me himne tradicionale gregoriane. Në homelinë e tij arqipeshkovi Dodaj kujtoi rëndësinë që ka për besimtarët e Krishter Maria, e cila na fton të rizbulojmë lutjen e të afrohemi me Krijuesin. Përballë edhe sfidave negative të përvojave të këqija të kësaj bote, të përvojave të vdekjes, sepse kush bën mëkatin është skllav i mëkatit, e fryti i mëkatit është vdekja, e papërlymja. Nana e Këshillit Mirë na ndihmon me çu veshtrimin ton lart drejt xhanave të qiellit, me ushput prej xhanave të tokës, si na thot edhe leximi i Ungjillit në dialogun e Jezusit me Nikodemin. Sa e vështirë është jetën tonë përditshme me pas krahë të lehtë. Sa e vështirë është me pas mendjen e kthjellë. Sa e vështirë është me pas mendimet e pastra. Sa e vështirë është me pas zemrën bujare. Zoti e din shumë mirë kur jetoj. Ai nuk do të na vënë sprovë, sepse kështu duke të gabuar ne gjykojmë, por na jep një ullë të bukur që është prania e një nane. E dim shumë mirë ku jemi të zhytur. E dim shumë mirë që shpesh jemi 10 minuta. Edhe ne nuk vim këtu me dëftu një dashuri artificiale zojës, por vim me u dorëzu si bi nevojtar për dashurinë e saj të papërlyme. Në këtë muaj të majit, atëherë edhe neve të marrim kurajon të rinisim jetën nga gjanat e bukura që na ka vjellë kjo botë, që na kanë vjellë instrumente teknologjike dhe me avantgard e të zhvillume, po në vërtet që na kanë çuar zemrën me qenë hupme e marume. Nëse juve do të shihni, jo vetëm niprit e ju, jo vetëm fëmijët e ju, po faktikisht sot edhe më shumë, sa orë kalojnë përballë ekranit të telefonit. Besimtarë të shumë përgjatë gjithë muajit i drejtohen me lutje Bazilikës së Zojës së Këshillit të Mirë rreth Kalas në Shkodër. Në 25 prillin e 1993-shit do të bekojë gurthemeli i kësaj bazilike nga Shën Gjon Pali II, i cili do duronte aso kohë edhe kopjen autentike të figurës së Zojës që nderohet në shejtore. Ky vit shënon 32 vjetorin e kësaj vizite, ndërsa për besimtarët e Krishterë ky muaj shoqërohet me lutje e devocion ndaj Marisë.